Aleksandër Kalemi nga fshati Arshilengo ka lënë pas profesionin e ndërtuesit për t'ju përkushtuar plotësisht blegtorisë. Me një përkujdesje të veçantë për të imtat, ai tregon se vendimi për të ndryshuar zanat nuk ka qenë i lehtë, por i menduar mirë. Kam 140 kokë dhe, unë i kishe plaku, vajta 2 vjetë më la plaku. Unë punoja me ndërtim. Amanet i babaj, më la, më tha mua nuk do dalësh keq. E i bajta, vëllezërit të tjerë nuk i mbajta unë. Më mi me bloktori ona të moj shteti, më ndryshe. Kam sigura 501 bari, jonxhe, dhagje, ku jatë 5 milion lek në vit. Aktualisht, Aleksandri kujdeset i vetëm për rreth 140 krerë të imta. Përkundër vështirësive, ai nuk ka humbur dëshirën për të zhvilluar më tej fermën e tij dhe t'i jap jetë blegtorisë në zonë. Mbështetja me subvencione këtë vit i ka ardhur në ndihmë dhe i ka dhënë një shtysë të re për aktivitetin e tij. Si vjet nuk e di unë isha me ndërtim. Erdhë më vonë kushte i bera. Më erdhën këta të bujqësisë. Jam shumë i kënaqur. Unë i ka vënë 120 kokë me 12.000 lekë koka. 20 kokë i mbaj për shitur, për therrë. Nuk i vura këto 20 kokë. 120 vura atëra. Me shembullin e tij, Aleksandër Kalemi dëshmon se në zonat rurale, me vullnet dhe përkushtim, blegtoria mund të jetë mundësi reale për zhvillim dhe mirëqenie.